erdhët në Tiranë, ishte ditë me shi. Jo. Është gjithmonë ngrohtë, por ishte ditë me shi sepse Keir Starmer e solli nga Londra. Sot është ditë me diell në Tallinn sepse solla diellin nga Shqipëria. Kështu që faleminderit që më dhat këtë shans të sjell ca diell këtu, por më së pari dua të shpreh mirënjohjen që më së fundi më lejohet të vizitoj këtë qytet, të cilin e kam imagjinuar gjithmonë si një laborator të së ardhmes që shkruhet dita ditës. Dhe është e vërtet që ky qytet është i mrekullueshëm edhe fal asaj çfarë është ndërtuar në të shkuarën. Por dua thjesht të them qytetarëve estonez që kemi admirim të plot për ta, sepse në vend që të vazhdojnë të jetojnë në një muze, ata kanë vendosur të jetojnë në të ardhmen. Dhe kjo e bën Estonin, atë qytetin që shkëlqen më i kodrës, sidomos për një vend si Shqipëria, pasi jemi të vegjël dhe kemi nevojë për shembuj të tillë. Dua po kështu t'ju falenderoj për mikpritjen shumë të ngrohtë. Më duhet të them që u befastova shumë kur kuptova që kishit ushqim shumë të mirë këtu. Që nuk është diçka që do e prisja. Ndërkohë, faleminderit shumë për bisedën e dobishme dhe që ndat me mua si i adolët me sukses si vend për të bërë atë që ju e quani kërcimi i tigrit në ecjen përpara dhe për mënyrën se ju mendoni e veproni për të bërë këtë kërcim të dytë duke ju përgjigjur sfidave të epokës së re të inteligjencës artificiale. Më lini t'ju them, miku im, me ju jo vetëm që kërkojmë bashkëpunim, por kërkojmë atë udhërrëfyes estonez dhe jam shumë mirënjohës që në thatë se jeni gati të prisni njerëzit tanë të vinë më shpesh të mësojnë prej jush e prej asaj çfarë ju po bëni, sidomos në nivelin e sektorit arsimor, duke nisur me fëmijët për t'ju dhënë atyre instrumentet që ta çojnë vendin në një tjetër nivel. Është afërmendsh që ne duam të sigurohemi që edhe rrugtimi ynë drejt 2030-s të shtrohet me të njëjtin inovacion që e ka bërë Estonin një markë globale. Edhe ne kemi shumicën 95% të shërbimeve tona online dhe synojmë tashmë të ecim përpara me inteligjencën artificiale. Ju përmendet ministren e inteligjencës artificiale, jemi më së të lumtur që t'ju prezantojmë. Ju ftoj Tallini të largoni nga vendi edhe në dimër që të vini të gjeni plazhet. E me qëra fjala, nuk kemi simpati për Vladimir Putinin atje, kështu që do të ndiheni krejt si në shtëpi.